Mësojeni një herë e mirë, jap se lavatriçja juaj po harxhon 2 fish më shumë energji elektrike. Shpeshherë na rekomandojnë që detergjentët që përdorim për çdo larje të jenë edhe të ndryshëm. Detergjentë të shumt na dëmtojnë në veshje të rrobat, por edhe ndikojnë ndjershëm në buxhetin falë faturave të energjisë. Zbardhuesit dhe pastruesit lënë njolla mbi rroba dhe pluri larës i tepërt bllokon lavatriçen, i cili harxhon edhe 2 herë më shumë energji. Sipas specialistit të larjes, Mary Gallagher, duhet të keni kujdes të mos e teproni me këto detergjent sepse kjo do të thotë edhe një larje jo më të mirë. Madje në mënyrë padashje ose të veçantë dëmtohen edhe rrobat në makinën larëse. Për një larje më të mirë, eksperti thotë se është e rëndësishme të dini këto 3 elementë, si temperatura e ujit, centrifuga dhe kombinimi i larësve dhe zbutësve. Kështu vetëm në këtë mënyrë të 3 elementët do të jenë optimal, atëherë dhe larja juaj do të jetë optimale.